miq, dashamir, kolega, xhollare, pendiler, më lejoni që në emër të shoqatës tonë për kërkim e shpëtim të Republikës Kosovës, më lejoni që në emër gjithë atyre zhvicave, profesional, vullnetar, bashkërisht me gjithë forcën e Kosovës dhe policinë e Kosovës dhe familjarët të cilët tash ishin aty dhe qytetarët të cilët ishin arë vullnetar për 2 ditë rrash deri në gjetjen e tyre për t'ja dërzu familjarëve Pacolli. Prandaj pranoni ngushëllimet më sinqerta duke lutë madhin Allah që këta t'i ketë mëshiru me xhenet juve u Allahu fuqiplot t'u ashtoj sabrin e gajretin. Nuk është lehtë. Unë që ishëm bashkë me gjitha të vëllezër dhe motra për 2 ditë në kërkim të tyre të gjej forcë e t'i flas të fjalë nga zemra dhe shpirti për ju. Por është më lehtë të gjej forcë kur e kam në krah të djathtë djalin e tij shkëlqimin që deri dje ishte një yll i artë për familjen Pacolli. Por sot është edhe më shumë se kaq. Është një shtyllë e fuqishme, është një kull që besoj që do të ketë trashëgimtar që do ta plotësoj me më të mirën familjen Pacolli dhe do ta respektoj e nderoj prindin e tij ashtu siç prindi i tij ishte i nderuar nga të gjithë ne. Prandaj i dashur shkëlqim, e dashura familja Pacolli, mos u mërzitni, për ju nuk ka mërzi, për ju ka krenari, po për neve është mërzi, se ne kemi humbur 3 antarë mërgatës tonë, që sofra e vetë me shqiptarizmit, edhe para lufte, edhe gjatë lufte, edhe sot edhe çdo herë tjetër, janë sofra jonë, janë manxhja e vërtetë jona. Prandaj mërzia është për ne, jo për ju është krenari, e ne kena humbur 3 antarë më të mirë. Prandaj edhe një herë, bashkërisht me gjithë këta zhvica, e gjithë ta vullnetarë, e gjithë ta familjarë, që kanë gjendje me u sakrifikue dhe me u flijue vetëm e vetëm që të gjejmë njërin nga ta të gjallë. Por nuk e mundur ishte vetëm ajo që Allahu fuqiplot bëri mrekulli, që shkëlqimi shpëtoi pa lëndime serioze që nuk e din as vetë si shka dalë. Prandaj edhe një herë xhallar e falendërer Zoti shpërblef për këtë fjalë rasti. Prandaj gjithë ju të cilët jeni këto të pranishëm, këto kemi deri që t'i falenderojmë vëllezërit tonë edhe një herë, si nga Kosova, si nga Maqedonia, që besoj që e kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm vëllezërit dhe motrat tona. Zoti shpërblim të mira, e këtu kemi një përfaqësues që Zoti e nderoft inshallah familjen Limoni nga Maqedonia, e cila ka qenë gjendje për të fliru me gjithçka për 24 orë, e cila qëndroi krah me ne dhe krah me familjen Pacolli. Nuk harrojmë t'i falenderojmë. E posaçërisht dëshiroj fond t'i falenderoj nga zemra krenarin e kombit tonë, që vallahi e kanë dhënë maksimumin zhvicat e forcës mbrojtëse të Kosovës dhe zhvicat e policisë, cilët kanë qenë gjendje të flijon vetëm e vetëm që t'i gjejmë, edhe ata arritëm, por jo ata që dëshironim, se dëshironim t'i gjejmë të gjallë, por e gjetëm trupa të paktën që të gjejmë prehjen me ta që t'i kemi këto pranë nesh. Prandaj edhe një herë faleminderit për gjithë, Zoti shpërblet, e Zoti e shtoft këtë krenari shqiptare dhe këtë solidaritet që ishte me ne dhe me familjen Pacolli, e Zoti inshallah e ngrit lart e ma lart ushtrinë tonë, që na i kanë kënaqur zemrën dhe shpirtin kur e kemi pa me gjitha të forca që zbarkuan mbi sipër lumit. Prandaj çdo çuf u doke që është ushtar i Kosovës. Prandaj edhe një herë Zoti e nderoft, Zoti shpërblet të mira, ju falenderoj nga zemra. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.